Përshëndetje të nderuar miq, ditën e sotme kam kënaqësinë që të zhvilloj një bisedë me generalin, doktorin e shkencave, profesorin, pedagogun Kudusi Lame, me mjaft poste dhe pozita që kam mbajtur në gjithë këtë periudhë që ka qenë pra në shërbim të Adheut. Do të diskutojmë për atë që po ndodh në Hag, në Kosovë, por edhe për realitetin tonë në Shqipëri, për gjendjen ushtarake. General, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Zoti Lame, do ta nisim me atë që po ndodh në Hag, se kjo ishte arsyeja kryesore që ju telefonova për të marrë mendimin tuaj. Atje është tani procesi, faza, sigur edhe ju e dini shumë mirë, e dëshmive të mbrojtjes. Ajo që bëri më shumë bujë ishte James Rubinit, por juve ju bëri përshtypje dëshmia e tij, sepse nga një pjesë e medias është analizuar sikur e zhveshi fare Hashim Thacin edhe mitin e tij. Sikur ndoshta duhet shkruar edhe një herë historia, se ne ishim mësuar që atë që ta shikoni me rroba ushtarake atje na dukshte ai komandanti. Po më duket se s'pas ka qenë ai sipas James Rubinit. Pra juve çfarë ju ka bërë përshtypje më shumë tek dëshmia e tij? Me thënë të drejtën, unë që jam aktori asaj periudhe, që njoh mirë gjendjen dhe zhvillimet e asaj kohe, unë që kam lexuar librin Jeta ime të Bill Clintonit, kam lexuar librin Zonja Sekretare të Madeleine Albright, kam lexuar librin të Bush Luftë Moderne të Wesley Clarkut, dhe mjaft libra të tjerë. Nuk më është dukur se James Rubini ka sjell një risi, diçka të pa thënë më herët, që e tha tani se nuk e kishim zbuluar deri tani. Pa, nuk ishte në një tre? Jo, për mua jo, për ata analfabetët që nuk lexojnë, ka mjaft gjë të re, sa atyre duhet t'u thuash të syri ose të veshi që ta marrin vesh sa është tonë. A për ta lexuar vetë nuk kanë kohë ta lexojnë. Kështu që nisur nga kjo, për mua nuk është thënë diçka e veçantë. E veçanta qëndron në atë që ai i tha këto gjëra të vërteta nga karrigja e dëshmitarit në atë gjyqin e Hagës, në atë gjyq Mostër që po zhvillohet atje kundër djemve të luftës. Dhe e gjithë e veçanta qëndron këtu, edhe njëkohësisht që e tha me ndjenjë të dashamirësisë, me ndjenjë të vërtetësisë, pa inat dhe pa revolt, por ashtu si e ka parë, ashtu si e ka dëgjuar dhe ashtu si ka qenë gjendja në atë kohë. Kështu që mua këto dëshmitar nuk më duket se po sjellin ndonjë risi. E vërteta është që ata po sjellin të vërtetën, dhe kjo e vërteta që po vjen nëpërmjet gojës së atyre dhe portreteve të atyre në karrigën e dëshmitarit në Hag, dikujt i vjen si e çuditshme, dikujt i dhem. Atyre që vjen e çuditshme vjen keq për ta që janë analfabet dhe nuk din gjë. Atyre që u dhem, ata bën mirë të dhëmbi pak më mirë, sepse plagët ja kanë shkaktuar vetes, nuk ua ka shkaktuar as Hashimi as Rubini. Ju shpreheni, general, në intervista të tjera të mëparshme që i vetmi komandant ka qenë Azem Sylla, apo gabohem te kjo? Që me sa kam... Shikoni si është problemi. Në librin tim që është botuar po njerëzit tash nuk duan ta perceptojnë si duhet gjë. Në librin tim që është botuar në vitin 2005, Kosova dhe ushtria qeverimtare, kur bëhet përshkrimi, aty janë ja 30 portretet përshkruar me nga 8-10 rreshta, jo me bo portretit të mëdha. Por kam dash të evidencoj që bota ta di që këta janë udhëheqësat e luftës, vetëm kaq kam dashur, prandaj kam bërë ato veçime me nga 8-10 rreshta. Kur vje puna ke portreti i Hashim Thacit, unë them aty, ndër të tjera, pasi them për vlerat që ka si luftëtar, them Hashim Thacit nga konferenca e Rambujës në vijim, do t'i përulemi si Ismail Qemali.
Dhe unë nuk e kam shkruajt pa vetdije këtë fjali nga konferenca e Rambujës dhe në vijim. Sepse në konferencën e Rambujës ai ishte kryetari i përfaqësisë shqiptare në atë konferencë. Jo kryetari i përfaqësisë së UÇK-s, po ishte kryetari i përfaqësisë shqiptare. Si tillë, ai përfaqësonte të tre grupacionet që ishin atje. Dhe ai e justifikoi plotësisht atë detyrë. Por duhet thënë diçka. Dihet ajo që edhe Hashimi kur s'ka thonë që unë kam qenë komandant. Kur s'ka thonë. Asaj se ka thonë, as dikush tjetër se ka thonë. Gjithmonë ai ka thonë kam qenë drejtor i drejtorisë politike të shtabit përgjithshëm. Dhe drejtoria politike është pjesë e shtabit. Jashtëm. Jo, i drejtorisë politike, në tërësi të politikës, jo vetëm thjesht si ministër i jashtëm. Ka pas tjera gjëra. Por, domethënë, ai asnjëherë se ka paraqitur veten unë komandanti. Sepse realisht komandanti ka qenë dikush tjetër. Komandant ka qenë dikush tjetër, ama ai u bë komandant. Dhe u bë mbi komandant, sepse kur vajte në Rambuje, ai ishte udhëheqësi i delegacionit shqiptar, dhe komandantin e kishte në rresh aty në grup, në delegacion. Më kupton? Pavarësisht askush nuk e zinte emrin. Pastaj ai u bë kryeministri i qeverisë përkohshme. Dhe komandantin e kishte aty në rresh, e kishte ministër të mbrojtjes. Pra, ai u bë komandant, mbi komandant kur i erdhi koha për të bërë. Por, deri në Rambuje, ai ishte drejtori i drejtorisë politike të shtabit përgjithshëm, kryente atë misionin e tij siç e kryente, lëvizte siç lëvizte, dhe po të them ka një veprimtari dinamike të jashtëzakonshme, por ai nuk ka pas detyrë të firmos urdhra dhe udhëzime për operacione luftërake, ka pas detyra të tjera. Ndaj nuk ka pas për të firmosur komunikata ndryshme. Po jo, ai kishte disa misione brenda sferës politike, se shiko mirë, politika në situata të tilla, sidomos në kthesa të mëdha, se këto periudhat siç ishte lufta occidentale e Kosovës janë kthesa të mëdha që bëjnë ndryshim për 180 gradë, se të jesh i pushtuar dhe të fitosh lirinë e të krijosh shtetin është një ndryshim 180 gradësh. Në këto kthesa të mëdha, politika ka rol shumë të madh. Dhe është pikërisht ajo politikë e ushtrisë qendrore të Kosovës, që nuk ka qenë vetëm Hashimi që është marrë në këtë punë. General, po fakti që Rubini ngre lart figurën e Adem Demaçit. Shiko, Adem Demaçi është Adem Demaçi. Me apo pa ushtrinë qendrore, Adem Demaçi është Adem Demaçi. Ai që është, ai që ka qenë dhe ka ikur me gjithë portretin e vet, ose e kalon, e ka stampuar në historinë kombëtare dhe mbetet i veçantë. Ama kur Adem Demaçi u përcaktua në atë detyrë si udhëheqës politik publik, jo se ushtria qendrore nuk kishte udhëheqje politike, por duhet dikush që të kishte zyrën Prishtinë. Dhe atë zyrën Prishtinë mund ta vendoste vetëm Adem Demaçi, që ishte një figurë e kompletuar kombëtarisht. Ndaj në këtë moment që i përket verës së vitit 98, ai vërtet ka mbajtur kontakte politike ndërmjet ushtrisë qendrore të Kosovës dhe faktorit ndërkombëtar. Kaq ka qenë misioni i tij. Por pati një gjë, që Adem Demaçi
duke qenë tash figura Adem Demaçit. Kur shkuan për në Hag, për në Rambuje këta, ai u shpreh kundër. Nuk ishte dakord që të shkoj në konferencën e Rambujes, sepse e quante diçka bosh, diçka të pavlerë. Pra ishte me atë që thot Rubini, o pavarësi o vdekje gjithë. Jo, nuk i beson të ati, bisedave nuk u beson të ai, donte vetëm vazhdoj lufta. Nuk donte të merrej me këto bisedat ndërkombëtare, sepse ishte mashtruar shumë herë dhe thoshte ky është mashtrim i radhës. Ti parasysh tani po të hysh në lëkurën e Adem Demaçit, ishte një person që kishte kaluar 30 vite nëpër burgjet të Serbisë. A kupton? Është vështirë një njeri i tillë t'ia fitosh besimin. Është vështirë ti fitosh besimin një njeriu të tillë, duhet bësh mrekullia. Ndaj edhe ai nuk ishte shumë besimtar në drejtim të mbajtjes fjalës nga strukturat e faktorit ndërkombëtar. Kështu që dashje pa dashje ai u deklaru kundër. E në këtë moment ndodhi formalisht, se s'pati kur një thyrje, po ndodhi një thyrje mes shtabit përgjithshëm dhe Ademit, sepse shtabi i përgjithshëm vendosi që të shkohet në Rambuje dhe dërgoi delegacion e vet në Rambuje. Në këto kushte, Ademi mbeti, si thuash, jashtë kësaj loje. Por djemt nuk e lanë jashtë lojës, edhe ashimi as të tjerë. Në mënyrë të vazhdueshme ata ja tërhoqën mendimin për të qenë edhe ai pjesë e këtij zhvillimi. Se ishte me vlerë dhe me interes që edhe ai të ishte pjesë e këtij zhvillimi. Kështu që ndërkohë, në mënyrë të vazhdueshme, ata i kërkonin këtyre të faktorit ndërkombëtar që u dhiqin konferencën, mes cilëve edhe Fulbrightit, që të komunikonin me Ademin. Sepse Ademin e kishin udhëheqës politik publik dhe donin t'ja merrin mendimin, ta kishin miratimin, e të tjera si këto. Ashtu sikurse u kërkua që të bisedohet me komandantët e zonave. Po pikërisht e kjo do ju pyesja tani që aq fuqishëm pas kanë qenë që komandonte baza dhe jo qendra, edhe si thoshte Rubini, por ju vetëm dua atë mendimin tuaj, ju si keni njohur komandantët e zonave? Jo, unë puna parë kam njohur vetë. Unë kam qenë një komandant. Komandant divizioni, me një front, me një zonë mbrojtje, me një kapacitet forcash të armatosura. Kush ishte më i fortë? Unë apo shteti në Tiranë? Domethënë, nuk duhet marrë lehtë një komandant. Sepse komandanti ka... Është ai që ka rrjedhën në dorë. Unë kam patur parasysh për veten dhe për gjithë komandantët një parim të shkruar nga Sun Tzuja para 2500 vjeç, i cili thot: generali detyrën e merr nga mbreti, por pasi merr detyrën nuk e pyet më mbreti. Kjo ka shumë rëndësi të dihet në frontet e luftës. Vërtet detyrat komandantët e zonave i merrshin nga shtabi i përgjithshëm. Por pasi merrshin detyrat, ata ishin komandantët. Në fund luftës po e zëmra, Mush Haradinaj ka pas 8000 luftarë. A tjetri 5, a tjetri 7, a tjetri 9, a tjetri 6, s'ka rëndësi sa. Tani, a ish lehtë me i thënë këtij komandantit, bëj kështu si të them unë? Si bëj kështu si të them unë? Në luftë bëj kështu si të them unë? Po kokën në nësatër e kam unë me ushtarët e mi, dhe di unë ku shpëtoj, ku vdes,
ku fitoj, ku humbas. Se unë jam në ballafaqim me terrenin konkret dhe me armikun konkret që kam përballë. Atëherë si do të merren vendimet në emrin tim, diku tjetër, pa t'i gjon fare? A ka normalitet në këtë rast? Në absolute, komandantëve u duhet kërku shumë llogari, këtë duhet ta dinë të gjithë, ata që se kanë provuar, u duhet kërkuar shumë llogari, duhet kërkuar të jenë shumë të disiplinuar, por pasi ti kesh përvelu. Përndryshe, me komandantët, është për vështirë të merresh vesh. Komandantin mund mos e vesh komandant, po pasi e ke vënë komandant, është vështirë të merresh vesh me ta. Sepse ai do bëj atë që atij duket më përshtatshme për të realizuar misionin për cilin është vendosur. Pra mund të themi që atë që krijoi shtabi, pra nuk e kishte në kontroll pastaj? Jo papa, në kontroll, nuk mund të thuhet kështu, sepse jala vjen. Në Shqipëri ka një kushtetut. Në asaj kushtetutë i ndërshtrohen të gjithë. Nuk shtrohet problemi për marrëdhënie të drejtë për drejta midis institucioneve. Nuk shtrohet problemi i zbatimit të ligjeve, i zbatimit të hierarkisë. Po në marrëdhënie të drejtë për drejtë. Ja, merreni veten tuaj, ju jeni djalëri, po të ishit juve, ja si ju kanë qenë ata komandantë. Ja, identik si ju kanë qenë. Ndoshta në njëri edhe më i ri. Merrni veten tuaj, tani jeni komandanti një zone. Merret një vendim për të shpërbërë ushtrinë tënde që ti e gjenë në komandë, pa të pyet ty fare, pa të marrë mendim, pa u konsultu me ty. Si të duket? Zoti, a quhen normale? A do revoltohesh? Po pikërisht kjo do dalë tani që të lutem për ta bërë më konkreta, duke qenë se kanë kaluar kaq shumë vite, edhe ajo që tregoni dhe ju ndiqet edhe me shumë interes për atë periudhë. A mund të tregoni një episod që edhe ju vetë nuk jeni bindur në një urdhë që mund të ketë ardhur, 1 ose 2-3 episode? Që u ka ardhur urdhë nga lart që është kështu, por nuk jeni bindur. Shikoni, për shembull, unë ju përkas atyre lloj komandantëve që i besoj këmbës time, dorës time, syrit tim, më shumë se gjithçka e tjetër. Dhe unë gjatë periudhës së luftës, po them, kam shkuar shumë shpesh në përvijat e fronteve personalisht. Kam marrë disa herë telegrame shifër që ju keni praktisur detyrën dhe do vjeni përpara përgjegjësisë ligjore. Nga kush? Dhe gjithmonë kur unë merrsha telegrame të tilla, unë i shkreti nuk ishte gjë tjetër veçse një ushtar në front duke luftuar. Dhe akuzohesha për praktikë të tyre. Po, kush ju akuzon? Akuzohesha për praktikë të tyre nga shteti im, vetëm pse unë kisha dalë nga zyra dhe kisha shkuar në front. Në si thua ti, kush kishte të drejtë këtu? Po shteti. Dalim tek ajo që ju keni thënë për armët që ministri ju pengoi, por ju keni deklaruar që më mira i trafikanti që shet dhe kalon andese se ta bllokojmë. Realisht, nëse se je ministër apo je shtet që pengon, do gjetur mënyra për ta zhbllokuar situatën. Sepse me pengesa nuk bëhet. Unë kam qenë shumë i sinqert dhe shumë i shlirt me shtetin shqiptar në atë kohë, me të gjithë. Unë ju kam thonë, unë po kryej detyrën, unë jam në luftë. Nëse një ditë vjen situata që unë, kjo që po bëj unë, juve ju prish me botën dhe Shqipëria gjendet në embargo, më arrestoni dhe më futni në burg. Dhe i thoni botës, ja gjetëm këtë që na pas ka prish me ju se ky na i pas ka prishur punë. Por deri kur vi ky moment, leni të bëjë detyrën sepse
dua të bëj mirë. Debatin e keni pas, kujtoni një debat me kryeministrin atëherë, me Majkon, apo vetëm në nivel ministri? Jo, me Majkon nuk kemi bërë debate, se Majko ka qenë, për mua, ka qenë i mirë, i urtë. Njëherë ka bërë gabim Majko, kur ka ardhur në Kukës që më ka thënë, mos të shoh më, se kush e di e kishin fryrë këta, nuk e di kush e kishte fryrë atë. Mos të shoh më të dalsh me kallash nga zyra, e të shkosh në përfrontet e luftës, dhe unë pastaj pak më vonë, jo aty në prezencë të kuadrove, po ishte në një 25 veta në një drek, i thash ti e kryeministri im, dhe unë të dua shumë dhe dua që urdhrat tu të zbatohen të gjithë. Po sot ke dhënë urdhrat pa zbatueshëm, kështu që nuk dua të biesh më në kurthe të tilla. Dhe Majko e mori pak si interesante këtë lloj komunikimi, por kujtoj ramet pas, kam pas një ministër Flori, të jashtëzakonshëm, Luan Ajdaraga. Ishte përbri i rasupeve, i tha u konsumove dhe ti zoti kryeministër, se unë me presidentin Mejdani jemi konsumuar me kohë. Kështu që u kthej shaka edhe kjo punë. Dhe unë mbyll. Domethënë me Majkon nuk kam patur, po edhe me nanën s'kam pas konflikte përkundrazi. Kemi bërë një herë një debat, pastaj kemi dalë detyrat. Ai do merrej me politikun, me ushtri, kështu që mund të më thoni diçka për këtë me nanon, se këtë e gjoj për herë parë, këtë me nanon. Jo, me nanon ka qenë një takim kështu në zyrën e tia në shtator 98, ose dhe pas debat, sa ishte kryeministër, kuptohet, edhe kemi diskutuar për çështjet, në fund sa t'i ndajmë detyrat general. Dakor, i thash, merru ti me ushtrinë, unë me politikën edhe të mos i him njëri tjetrit në parcel. Në rregull, i thash, unë i dham dorë njëri tjetrit, edhe unë dam. Është fare e thjeshtë kjo. Por unë kam komunikuar mirë me ta, sepse e kam pas me shumë sinqeritet, nuk e kam pas me hile, domethënë. Unë të paktën jo, nuk e kam pas me hile. Mundet të qenë dikush. Berisha dhe tjerët ndonjë episod apo jo? Në Berishën, realisht, mua Berisha më ka quar në 12 mars 97 në detyrë në Kukës. Ishte president atëherë. Dhe ai më dha një fjalë mua, atë ditë si burri që sa tjetë gjallë Sali Berisha, ta ti të hapësh derën e tia me shkelm, jo me dorë. Më kupton. Por ajo derë që u mbyll pas shpatullave të mia atë ditë mëngjes nuk u hap më kurrë, sepse ai më duket më kishte pasqyll për tjetër hesap në Kukës, jo për të dalë fitimtar, po për gjetur një koktur ku për të sakrifikuar. E unë fitova dhe ju prisht plani Saliut. Për mua Saliu është figurë negative dhe unë nuk dua të merrem me ta. Po qëllimi i kësaj qëllimi? Nuk e di qëllimin bashkësakt e di vet ai, por çështja është që unë vetëm pse unë arrita ta riorganizoj divizionin, ai nuk më deshi kurrë. Nuk më afroi, nuk më foli, nuk më thirri, më thonë u bë. Pastaj ai për mua ishte kundër luftës dhe donte që edhe unë t'i mbyllshëm portat ushtrisë kombëtare. Unë se bëra këtë punë dhe u ndam përfundimisht në 98-ën për të mos u takuar më kurrë, sepse ai për mua ka përmbushur figurën negative. Sidomos me mua ka përmbushur edhe si njeri që është treguar niveli ult, duke u marrë me një oficer në pozicioni kryeministri. Është treguar fare niveli pa vlerë. Por s'ka gjë, unë nuk vdiqa pse bërja e veprime që nuk shkonin. Unë jetova dhe jam mirë, realisht, kështu që nuk dua të merrem me ta fare. Nuk dua të merrem me ta. Për mua portreti i tij më kalon si mjergull kështu i pavlerë. General, ju për të rikthyer tek komunikimi me komandantët e zonave atë periudhë, kanë bërë buj
intervistat tuaja për raportin për komunikimit me Nasim Haradinajn, por edhe të tjerët. Ka diçka tjetër që mund na zbuloni që mbetet memorien tuaj atë periudhë për komandantët edhe ata që të ndjerët që nuk jetojnë? Jo, unë kam njohur shumë djemë të Kosovës, shumë burra, shumë gra, shumë vajza. Shumë prej tyre i kam përqafuar dhe u kam thënë u pafshim Kosovën e lirë dhe jam takuar me ta në varrezit dëshmorëve. Unë kam pas një komunikim intensiv me luftarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, në shtabin e përgjithshëm me komandantët. Sepse unë isha aty ke porta dhe detyrimisht do të kisha komunikim intensiv. Pastaj unë kam pas bërë në atë kohë dhe e kam edhe sot atë ide, pas bërë një betim si luftëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe i kam qëndruar besnik betimit tim, jam përpjek të kry detyrën edhe si komandanti i divizionit të ushtrisë shqiptare, po edhe si luftëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kam qenë në dy pozicione dhe jam i lumtur që e kam kryer mirë dhe i kam njohur mirë ata njerëz. Dhe duhet të ishim në këtë mënyrë komunikimi për arsye se për mua kufiri në kushtet e krijuara, kufiri me Jugoslavinë nuk ishte në kufiri midis Kosovës dhe Shqipërisë, po ishte midis Kosovës dhe Serbisë. Prandaj, duke imagjinuar kështu, unë në atë kohë kam menduar dhe vepruar. Duke patur parasysh që skalionin e parë të luftës e kam atje në Kosovë. A divizioni Kukësit është skalioni i dytë i asaj lufte. Domethënë, për mua s'ka pas një ndarje, divizioni Kukësit dhe ushtria shqiptare e Kosovës. Ata kanë qenë një. Kush më akuzon se kam gabuar për këtë, ka krejtësisht gabim. Po të mos kisha vepruar kështu, unë do ta kisha sabotuar luftën në Kosovë dhe do ta kisha thithur luftën e Serbisë në Shqipëri. Kurse duke e kthyer divizionin në skalion të dytë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ani në mënyrë të paligjëruar, në mënyrë të padeklaruar, në mënyrë të padokumentuar, ai divizion e ka kryer jashtëzakonisht mirë detyrën e tij. Dhe ai ushtria shqiptare e Kosovës që ishte skalioni i parë i luftimeve, që shtirin gjithë hapësirat e Kosovës e ka kryer mjaft mirë detyrën e vet. Në mënyrë ndërveprimi, kjo mënyrë ndërveprimi solli atë rezultat që solli. Tek ndërveprimi asnjëra palë pa tjetrën nuk mund të kishte ardhur në rezultatin e fitimit të luftës. Kujtoni ndonjë komunikim me Thaçin atë periudhë? Me Thaçin me telefona kemi komunikuar disa herë me telefona nëpërmjet Gjavit Halitit. Por personalisht me Thaçin kam nejt vetëm pasi ai është marrë detyrën e kryeministrit, fizikisht, masi është bo kryeministri i qeverisë përkohshme. Më përpara fizikisht nuk e kam takuar Thaçin asnjëherë. Ai ishte jashtëzakonisht i lëvizshëm, po më shumë të rrinte në Kosovë dhe ku kalonte këtej vinte për një kontakt emergjent dhe ikte me njëherë, sepse përgjithsisht ai ka qëndruar brenda Kosovës në mënyrë të vazhdueshme. General, a ka enigmë tek ju ajo që ka ndodhur pas 98-s? Çfarë ka ndodhur? Po, tek 99-s, tek periudha që mbaroi lufta, edhe për atë që sot akuzohen kupola pra në Hag. Ju çfarë interpretimi jepni asaj? Shiko, problemi është që unë kam shkruar një libër që titullohet Ushtria Shqiptare e Kosovës përballë shpifjeve. Dhe aty unë kam dokumentuar që raporti Dick Martit
për herë të parë është shkruar dhe botuar si libër në vitin 2003 në Beograd. Aty u gatua. Nga institucionet shtetërore të Beograd. Dhe titulli i librit është Në skëterën kosovare. Aty janë ndërtuar të gjitha shpifjet e mundshme kundër ushtrisë qeveritare të Kosovës, të cilat pastaj u renditën në atë raportin e famshëm të Dikmar. Dhe në raportin e Dikmartit, që qoj deri tek ngritja e kësaj gjykatës speciale, prioritet ishte trafikimi i organeve njerëzore. Shtëpia e verdhë, që nuk ekziston. Po, shtëpia e verdhë, po përgjithsisht trafikimi i organeve njerëzore. Çka megjithëse u angazhuan gjithë të prokurorët e botës, e gjithë mediat e botës, e gjithë spionazhet e botës, nuk gjetën asgjë për ta vërtetuar që diçka e tillë ishte vërtet. Se nuk mund të ishte, se nuk mund të ekzistonte, se nuk ka bazë as praktike as shkencore. Ndaj ra direkt. Por kjo u pa se u bë thjesht për bujë, se ata që e kanë shkruar atë raportin atje në Beograd e kanë ditur mirë që kjo nuk ka përqendruar, por thjesht për të bërë bujë dhe për të ardhur deri në këtë ditën e sot. Tani, a ka diçka të veçantë atje që i akuzon këta djemt? Për mua jo. Për mua nuk ka asgjë të veçantë. Sepse pavarësisht se mund të ketë ndodhur diçka që unë nuk e di se ka ndodhur. Mos harro, një pjesë e atyre që akuzohen ata vendosen edhe në Kukës, në Bicet Kukësit, në Has, në Tropoj, si terren. Po atje nuk ka po ndodhur, nuk ka patur gjëra të kësaj natyre. Sepse atje kam qenë unë. Dhe unë asnjëherë nuk u thirra nga kjo prokurori. Pra, ju nuk keni marrë asnjë ftesë për dëshmuar. Asnjëherë nuk u pyeta unë komandanti. Unë ai që pa lejen time nuk guxonte kush me bë asnjë lloj veprimi. Por, me që i thoni këtë, me lejoni të t'ju citoj Fatos Klosi. Fatos Klosi i shkreu i Shikut pak ditë më parë në një intervistë, kur u pyet nëse ka pas burgje të UÇK-s në Kukës, ka deklaruar që konkretisht për ta cituar, me gishtat e dorës kanë qenë thot, po kanë qenë gabim thot, edhe sapo janë marrë vesh janë liruar. Qëndron kjo? Shiko. Unë nuk mund të mohoj që eksponent të shërbimit UDB-s apo të kosit të përzier me popull dhe të futur në Shqipëri me shpërnguljet e vitit 99, nuk janë ndaluar për të pyetur nga djemt, ore, po ti, që kërkon këtu? Pse je përzi me popull këtu ti? Më kupton. Por askush nuk është burgosur, sepse, ore djalë, po ne nuk kishim bukë për ushtarët, mëre. A kupton? Po ne kërkonim të gjejmë një batanie për t'ia dhënë një ushtari, mëre. Se s'kishim hiq. Dhe i pinte shiun kur rriz ushtarit. Dhe një batanie nuk kishim mundësi t'ia jepnim. Dhe pas kemi pas mundësi ne të ngrem burgje, e të mbajmë ca palaqo aty mren, ti ushqem edhe me bukë, t'u bëjmë edhe shërbim, t'i qojmë edhe në tualet, t'u bëjmë edhe dush. Janë budalliqe që nuk jasë qeni. Nuk ka ekzistu kjo punë, jo se ndoshta nuk duhet të ekzistonte, se bile duhet të ekzistoni. Se çdo luftë ka nevojë edhe për burgje, burgu është elementi i luftës. Por ne nuk kemi pas mundësi mërë të bëjmë këta. Po s'kemi pas kapacitete. Ne në lushin me ndekres të sigurojmë të hanë luftëtarët.
luftëtarët, 10.000 luftetarë shtronin dushk me ushtrim mbi të me pushu, atje në çadër, kur kishin mundësi. E pa tani e me lëshun për shpinë nuk kish. E do ngrishin burg në për lek, të ambudodhi që të atyre që kanë parë luftën nga largë, që s'kan dhe as zhurmë, as ushtimin e luftës, dhe bëjnë tani si të ditur për nuk e di, macerojnë nervat dukurit kësaj natyre. Nuk ka pas burgje, po të them se nuk ka pas mundësi. Jo se nuk duheshin, bile duheshin të fortë, bile nuk duheshin lëshuar. Bile duheshin bërë dhe gjyqe të forta, eksperimentale për disa figura që bëjnë lëm edhe sot, që kanë bërë krime ndaj shqiptarë. Konkretisht emra, mund të thoni për këtë që flasin dhe sot? Jo, nuk e di, nuk i maj me në evidencë ato, mos më nga të robir me emra, se nuk di me emra, por ka sa të duash. I gjeni po të toni, shkonin të rëndë, i gjeni që janë aty, dhe bile hapin shpellën, është si puna njerit diku që e futën në burg për inqest, e nëse në djalit, dhe kur doli nga burgu në 90-ën, duli burgosur politik, edhe u bo kryetarit burgosurve për rajon të saktu. Kryetarit burgosur politik. A kuptoni që ndodhë tuke ne apo jo? Pra ju po më thoni që pas luftës na dolën shumë komandant, më shumë se qishin. Jo, komandant, mos më ngatro me komandantët. Komandantët e diçka tjetër, nuk thash këtë unë. Dakor, pa e ka fjalën që morën shumë spaleta pas luftës. Termin komandant ju gazetarët po e trajtoni si me qenë të thonë prostitut. Nuk është kështu, djali mirë. Nuk është kështu. Termi komandant është lavdi e luftës. Dhe gjithë ata që kanë qenë komandant vërtet, kanë qenë lavdishëm. Por ka një defekt që në media për shembull trajtohet në mënyrë të vazhdueshme dhe të përsëritur gabim. Sa do të thuash? Thot XY komandanti UÇK-s. Po ka dalë mërbur, komandanti UÇK-s, i bëni gjithë komandanti UÇK-s. Ai ka qenë komandant skuadre. Thuaj komandant skuadre në një kompani apo pa kompania, çfarë duash në UÇK, komandant një siti, komandant toge, komandant kompanie, komandant batalioni, komandant brigade. Po jo komandanti UÇK-s, tani u bën të gjithë komandantët UÇK-s dhe unë kthej krye tani janë 2000 komandantët UÇK-s dhe unë nuk e di cilë janë. Pikërisht për këtë po ju flisja, pikërisht për këtë. Ky është abuzim i juaj gazetarëve, që nuk e qoni deri në fund fjalin. Po thoni Kutusilama komandanti UÇK-s, jo more kallëzo. Komandant i divizionit të dytë të Komsarisë në Kukës. Ky ka qenë komandant i emëruar Kutusilama. Këtë detyrë ka pas funksional. Ramush Haradinaj, komandant i zonës operative të Dugagjinit. Ky ka qenë komandanti. Shukria, komandant i zonës operative të Nerotimet. Ky ka qenë komandanti. Samil Ushtaku, komandant i zonës operative të Drenicës. Virani emrin. Nuk kemi arsye të themi filoni komandanti UÇK-s. Po jo, sepse po na i bëni rëmuj dhe pastaj vjen puna, ne keni bërë këto komandante që kur zihet nga komandanti thotë që zon ndaj prostituta. Më kupton apo? Jo, komandanti janë të lavdishëm. Mos na i bëni kështu banale çështjet. Tek takimi që kishin në Hag, çfarë mund zbuloni diçka për komunikimin? Me djemt atje kur kam qenë unë me i pa. Po. Jo, unë po të kisha fuqi dhe mundësi ekonomike, financiare, do kisha shku me i pa njëherë në muaj ata djemë, se unë i dua shumë. Dhe ata më respektojnë e më nderojnë shumë. Por unë kam shku vetëm njëherë me i pa ata, e njëherë kam shku atje me pa, po më shumë kam shku për me marrë pjesë një protest, bile në herën e dytë, kur isha atje që shkova me pa, edhe me shku në protest, me Hashimin kam komunikuar vetëm nga dritarja, a ishte jashtë të bëgjiro në bërë folta atje si më kanë të folë me vete, e unë ishte këtu brenda dhe komunikojshem me ta të më nëtë, ishte diçka tjetër. Kurse herën e parë kam net nga 3 orë me secili, Hashimin, me Kadriun, me Regjepin, me Jakupin.
edhe me Nasimin në atë kohë, edhe me Isni Gucatin, edhe me atë Qalin, edhe me atë Pjetër Shalën. Po, në 3 orë me secimin dhe me. Thaçi, Veseli, çfarë ishin optimistë në fund kjo do mbyllej me një fund pozitiv? Absolutisht, unë e kam thënë edhe kur jam kthyer. Unë shkova t'ju jap shpirt atyre, t'ju jap moral, t'ju jap fuqi, me atë mendim shkova dhe ata më dhanë mua. Më kupton? Nuk pa nevojë për t'ju dhënë diçka atyre, po ata më përkthejlën mua, s'kishte nevojë të përkthejlja unë ata. Ata më dhanë fuqi mua, ata më dhanë moral, ata më dhanë frym, vullnet, gjithçka, sepse ishin nivel shumë i lartë e qëndrimit dhe shiko, ata nuk i kanë borxh kërkujt asgjë. Dhe kur si ke borxh kërkujt asgjë, je i qetë. Je rahat me veten dhe me këtë dynjën. E keqja që ndron kur ke borxha është diçka tjetër. Por çështja shtrohet që ky gjyq nuk është gjyq drejtësie. Sepse isha një ditë në dhjetorën e kaluar, isha në Bologna të Italisë. Atje takova një jurist, arbresht. Jurist me emër ishte ai. Dhe duke biseduar i bëra një pyetje, jo pa qëllim ja bëra pyetje. I thash, atakohen ndonjëherë e drejta me drejtësinë. Dhe ai tha, edhe mund të ndodhë. Besoj më kupton. E drejta është me burrat që janë atje në hangë, me djemt që janë atje në hangë. Po drejtësia është si ta vendosin politikat ndërkombëtare, të lindjes e të perëndimit. Për arsye se atje në atë gjyqin e Hagës janë duke ndeshur politikat lindje perëndim. Ata janë thjesht një grup luftarësh që kanë ndodhur në atë vinë e frontit aty dhe a do vriten, a do shpëtojnë, mvaret se cila nga forcat do të dominojë tjetrën edhe të mund të qojnë ndihmë, apo do fuqizohet forca që kanë përballa, do fuqizohet forca që i mbështet. Domethënë, po era nga po fryn era tani, se është gjyqi është drejt fundit. Shiko, problemi është që atje kanë kaluar një 300 dëshmitar, që 99% e tyre kanë qenë dëshmitar të fshetë, që nuk e di kërkush se që kanë thonë. Dëshmitar duke thonë budalliqe, jo më kanë nalë në rrugë, po pse më kanë nalë. Imagjinoje, unë nuk e kam më shumë konfliktin me qytetarët, sa më duket interesant me qytetarët, në ata që dalin dëshmitar atje gjana, se sa më duket interesant fakti që partitë politike në Kosovë nuk distancohen nga ata dëshmitarët. Sepse për shembull, X dëshmitar shkon atje në Hagë dhe thotë, unë kam qenë i policisë Serbisë deri në qershor të vitit 1999. Mua më kanë ndaluar dhe më kanë burgosur forcat të UQK-s. Dhe këtë më kanë bërë vetëm se kam qenë antar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Domethënë, këtu luhet me fjalë. Nëse ai ndalet se është policë, bile gabim që nuk është ekzekutuar, por të në gjallë. Kupton? Po ai atje e mvesh shërbimin si policë ndaj Serbisë, ndaj armikut të UQK-s, ndaj armikut të kombit vet. Me një fjali, po ata më kanë ndaluar vetëm se kam qenë antar i LDK-s. Ç'lidhje ka pasur UQK-ja me LDK? Ç'lidhje, pse duhet t'i ndalonte? Si interesonte fare LDK-ja UQK-s. Nuk e ka pas as kundërshtare, as partner. LDK-ja në luftën shqiptare të Kosovës ka pas luftëtarë sa të duash që kanë qenë antar të LDK-s. Sepse UQK-ja s'ka qenë element e përbërës asnjë partie politike. I ka pas gjitha partitë politike brenda vetes. Edhe nga Shqipëria kanë shkuar atje në luftë djem
sa të duash, me pikpamje të Partisë Socialiste, me pikpamje të Partisë Demokratike, Republikane, Zogiste, në ka interesuar se nga çfarë ngjyre partia ke vit. Ata janë luftarë, janë atëtarë, shkojnë në front. Kështu që dëshmitarët e Hagës bëjnë lojra të tilla, dhe mua më përfason për shembull fakti që mora një shembull të policit, po më përfason fakti që shumë dëshmitarë thirren në partitë politike, në vend që të thirren në funksionin që kanë pasur në interes të Serbisë, dhe akuzojnë UÇK-n. Dhe këta në Prishtinë nuk thonë, dëgjoni, ne distancohemi nga çdo eksponent i policisë dhe i UDB-s në Kosovë në periudhën e luftës që thirret në emër të LDK-s apo të PDK-s apo dikujt tjetër. Nuk kupton. Këtë duhet ta kishin bërë partitë politike, se kanë bërë, s'duan ta bëjnë, ju vjen ëmbël, është diçka tjetër, nuk e di pse u vjen ëmbël. Tek raporti i Thaçit me familjen Geci, ju bën përshtypje çudi diçka? Dëgjoj. Thaçi s'ka asnjë lloj problemi me familjen Geci as me kërkon, sepse ata Gec njerë janë vetë, brenda vetes janë të përqartë, cop. Kështu që s'ka asnjë lloj lidhje. Se një nga dëshmimet për komunikatën 59. Po ja, mas lidhje ka me komunikatën 59. Komunikata 59 është një komunikat që unë nuk e di se më marr kurrë me ta, por që një komunikat, sepse atje është vrarë pabesisht një komandant brigade në zonën e Drenicës, i cili ka qenë shumë i zoti. Por njëkohësisht ka qenë edhe dhëndër i familjes Gece. Domethënë, nusja e tij është kushërir me këta Gecët, ose motra e Sabit Gecit dhe kushërir këtyre Gecëve të tjerë që janë ata i familje. Kështu që s'ka, këta kanë vrarë atë Sandokanin, dhe këtu ka lindur konflikti pastaj, sepse realisht të deklarojnë që se kemi vrarë, po për të thonë, për të vërtetuar atëherë që vërtetuar që është vrarë. Tani del jo, nuk e kemi vrarë, ne jo, i ka pushu zemra, se tim se që i ka pushu zemra, por problemi është s'më interesant, s'jam marrë kurrë me këtë çështje, është nuk më interesant, merrem, por askush nga udhëheqësit e luftës nuk ka lidhje me këtë problem. S'është marrë me atë problem, edhe sot e kësaj dite ai dëshmori është Sandokani, është i vrarë, dhe këta jetojnë normalisht, s'u ka thënë kush në problem, s'u ka nxjerrë kush në problem, përveç se ajo kushëria e tyre është grua dhe i ka rritë fëmijët me zor, edhe kaq. S'ka në gjë për të diskutuar. Kam një pyetje të fundit për Shqipërinë aktuale, për gjendjen, për armatimet, ku jemi me mbrojtjen ushtarake, sepse me të që po vjen vërdall luftën nga të katërta anët, nga jugu, nga veriu, nga të mbrojtemi më përpara. Si është gjendja e tanishme? Ju si do ta vlerësoni, si kapacitetet njerëzore, por edhe armatimet? Shiko, në radhë parë njëherë, unë jam oficer dhe kam qenë komandant lufte. Komandant e luftës nuk paratuten kollaj. Nuk të rëmben le. Se kanë provu. Për mua, nuk ka luftë, më së bënë merak, është largë luftë. Më së të rëmën shumë. Nuk është letë të fillohet lufta sot. Të gjithë ata që lejnë në zinxhir. Po bëhet një luftë atje më shumë lojë se sa luftë midis Rusisë dhe Ukrainës. Është një lojë që kur zihen dy vëllezër njëri me tjetrin në kufit e bashkës. Ne ta zgjidhen vetë, ata e kanë problemin të vogël. Pra në Ballkan këtu Kosovës nuk i ka noset në rrezik tjetër që mund Ja,
Nuk mendoj se guxon kush, sidomos sa t'jetë natua brenda, nuk mendoj se mund guxoj. Tani unë nuk them që nëse do filloj një luftë botërore ne do ngelemi të përjashtuar, nuk ngelemi të përjashtuar. Po do mbi keq që të ndodhi kjo, se po të ndodhte kjo lufta botërore, pastaj do të vërtetoj ajo pikpamja e kohës së Enverhoqës që thoshte do luftojmë të gjithë gratë, edhe kundër lindjes edhe kundër perëndimit. Atëherë do vërtetohet në praktik që ai kishte pas të drejtë. I ka bërë bujë dhe deklarata juaj që keni vlerësuar si shtetar. Po mirë, ajo është diçka tjetër, realisht ajo është shtetari më i madh i gjitha kohërave për shqiptarët. Nuk ka arritur kush as vështirë të arrijë kush për të bërë ato që bën ai. Megjithëse më pëlqen ky Edi Rama, po bën disa punë të mira. Ku ju pëlqen konkretisht, tek çfarë punësh me që u futëm këtu, tek sektori i ushtrisë, i mbrojtjes? Jo, nuk më pëlqen te sektori i ushtrisë, as te sektorët këtu. Po në përgjithësi në pikpamje strategjike po e zhvillon Shqipërinë. Ai është kapur pas elementeve strategjik, nuk merret me këto elementet nivelit nën strategjinë e përgjithshme. Dhe dyta, ai po bën një figurë shumë dominante në arenën ndërkombëtare. Po me vëllezërit jemi mirë. Me vëllezërit nuk jemi mirë, me Kurtin sikur. Shiko, të lutem. Dëgjoj, unë flas tani. Ai po bën një figurë shumë dominante në arenën ndërkombëtare dhe kjo i arrit autoritetin edhe Shqipërisë. Në Shqipëri thash po merret me probleme strategjike dhe ata po i zhvillon në mënyrën e duhur. Ka, sa të duash probleme, sidomos problemi kryesor i tij është me korrupsionin, që unë mendoj se ai po lufton me të madhe, po nuk po e shkul dot. Pastaj problemi i varfërisë, që nuk po din, s'po e nxjerr dot popullin nga varfëria. Këto për mua janë dy probleme kyçe të paralizuara për Edi Ramës, por që nuk është diktator, po të ishte diktator do të kishte zgjidhur brenda 24 orë. Po të ishte vërtet Enver, do të kishte zgjidhur brenda 24 orë, ishte shumë kollaj, se ai nuk i shkarkonte nga detyra, i vinte në militar ata që hynin ligjin e grabisnin pasurinë e popullit. Prandaj figura e tij më duket e mirë. Sa i përket kësaj marrëdhënie me Kurtin, nuk ka ndonjë konflikt me Kurtin. Marrëdhëniet Kosovë-Shqipëri janë marrëdhënie, dua të them, jo ndërshtetërore, se mbi gjunat them ndërshtetërore, kur unë kam qenë luftëtar për shlirimin e Kosovës, e them sot ndërshtetërore më vjen keq, ashtu sikur se unë jam edhe shtetas i Kosovës edhe shtetas i Shqipërisë, kështu që duket interesant me më thonë je nga Kosova apo je nga Shqipëria. Prandaj do desha që mos trajtohet me cinizëm kjo çështje e këtyre marrëdhënieve. Ata njerëz janë edhe ata, secili sheh problemet e veta. Ama vënia e etiketave njëherë Ramës, njëherë Kurtit, bëçe, më duket se janë më shumë abuzime mediatike se sa qëndrime të vetë atyre të dyve njëri me tjetër. Ata juve keni ra në atë nivel sa i shikoni nga i drejtoj syt kur i dha dorën, si e pati qëndrimin nga majti dorën e majt kur i dha dorën e djathtë. A ngriti kokën lart apo uli kokën poshtë. Merrni me kaq gjëra idiotlojqe sa që nga një herë nuk kam qef mi pa fare emisionet tuaja, me thënë drejt. Më duken neveritshme, më duken të ulta, më duken tamam si që të them, disa njerëz të ultë që duan të gjejnë arsye për ta ngritur atë këndin e shikimit të spektatorëve në atë shfaqjen që po jepni ju vetë. Më kupton? Falë që po bisedoj me ty, pra ne po drejton në këtë mënyrë, se nuk e di cili është aktiviteti yt dhe
dhe nuk dua të paragjykoj. Por mos harroni një gjë. Po të rikthehemi viteve 97, 98, pesa edhe pranverë 99-ës. E dini që më spaku nga shtypi dhe nga mediat botërore për luftën në Kosovë ka folur shtypi i Tiranës dhe mediat Tiranë. Më spaku. Kur perëndimi ishin çdo ditë gazetat deke, New York Timesi, plot me shkrime për Kosovën, për luftën, për ushtrisë kombëtare. Në Shqipëri jepej në fragment kështu në informacion, në njoftim, në gjë, kryesisht për gjëra nivelit ulët. 80 shqiptar u futën në një shteg në kufirin me Shqipërinë, 120 ishin atje, kështu ishin. Në bullallëqe të tilla është marrë media shqiptare edhe në kohën e luftës. Pa folur që ka bërë edhe veprime të tilla që një kompani tankesh e divizionit të Kukësit se nga u përvodha ndej dhe u fut dhe dolin morin në mënyrë që të mos e shohë kush. Ne i bënim gjithë për mos na shifte kërkush, nesër ne jepte gazeta në Tiranë. Më kupton se kishte ardhur një gazetar, një qenë Birçeni atje, që ishte spion i serbe. Jo spion në kuptimin e vërtet të fjalës, po spion duke bërë punën praktike, sepse ai në vend që të na ruante ne, atë konspironte në sytë e armikut. A merrem vesh. Po këto e me qindra. Prandaj mediat i acarojnë gjërat, edhe këto marrëdhëniet që isha në bisedë mes Ramës e Kurtit, janë më shumë opinione të gazetarëve se sa realisht veprimet atyre dyve njëri me tjetër. Nuk a bëjnë gabime ata, njërja, absolutisht po. Nuk i loj ata me ujë gjeneti, unë që të këta janë lam. Edhe ata njerëz janë, ata gabime po. Unë edhe i respektoj, edhe i kritikoj, edhe jam dakord me ta, edhe që jam dakord me ta. Kështu është kjo punë. Zoti general, unë të falenderoj shumë për bisedën, të jam shumë mirënjohës për gjithçka që rrëfyhet në këtë bisedë, edhe për kohën, edhe të falenderoj shumë.